S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Mirëmbrëma. Tu jemi, wow, bashk. Erdhëm. Tani shpresoj që ju jeni gati. Nuk e dini nëse ne jemi gati, por do përpiqemi apo jo. Vazhdon seria për familjen, për martesën. Sot kemi një predikim të veçantë, një mesazh të veçantë në bashkëpunim, një diskutim midis nesh, por edhe ju mund të dëgjoni një çik. Edhe ju që jeni këtu, por edhe ju që ndiqni online, jemi shumë mirënjohës që jemi bashk, jemi një familje në Zotin, por edhe kemi familjet tona me probleme të veçanta dhe me aftësitë edhe me potencial, është një gjithmonë një aventurë. Besoj, apo? Po, edhe gjithmonë mund të flasim për ato gjërat që kemi bërë, që mos bëni juve, apo jo? Që mund të mësoni nga gabimet tona. Prindërimi i adoleshentëve, po. Po, shqyr që kemi fëmijë të larg, që nuk janë duke të dëgjuar, që nuk janë duke parë, edhe që nuk mund të hyjnë dhe të tregojnë, jo, s'është ashtu, që në fakt sot kemi folur me 2 gatë 3, apo jo? Po. Nëse nuk e dini, ne kemi 3 fëmijë të rritur, kemi Natanin, 28, kemi Markusin, 26 të gjysmë, kemi Lydia që është 25. Po. Edhe nuk themi sa të vjetër jemi neve, por ne di ka ditëlindje sot që pastaj mund të po. Edhe çfarë dhuratë për ditëlindje që ne mund të ndajmë me juve? Pse Altini zgjodhi temën më të vështirë për ne? Prindërimi i adoleshentëve, nuk e di, do flasim më mbas, do flasim pastaj, por është mesazhi më i vështirë i gjithë serisë, por s'ka gjë. Çfarë mund të themi për 35 minuta? Nuk është seminar prindërimi që mund t'ju japim gjithë informacionin, gjithë ide, gjithë përgjigjet që kërkoni, por do të ndajmë diçka të shkurtër edhe shpresoj diçka e vlefshme edhe patjetër biblike me ju. Kështu. Prindërimi i adoleshentëve, një nga punët më të vështira në botë. Edhe kam menduar për këtë është si një punë jashtëmase e vështirë, një punë e çmendur, edhe unë e krahasoj që sikur je duke ecur në biçikletë, edhe je duke shongluar në të njëjtën kohë, edhe është një ditë që fryn shumë erë, nuk e di, si kjo. Vetëm një ekspert, duket sikur është e pamundur dhe vetëm ekspertët që kanë trajnuar për shumë vite mund ta bëjnë. Aktualisht, faleminderit që Zoti që ai është me ne në këtë punë, nuk është vetëm për disa eksperte, por Zoti na jep hir dhe aftësi mjaftueshëm që të kemi sukses. Por është një sfidë. Janë të rinj që janë duke kaluar ndryshime shumë të mëdha, ndryshime fizike, ndryshime emocionale, janë duke marrë me çështjet e identitetit, shëndeti mendor sot, flasim me një gjuhë tjetër, që ne prindit nuk e kuptojmë fare, apo jo, është një diçka se marr vesh. No cap. Është pothuajse e pamundur të rritësh një adoleshent, apo jo. Në fakt, na duhet shumë godësim. Unë nuk e di për juve, por unë jam djerë si deshtakë shumë herë me ata 3 adoleshentët që kemi rritur. Shumë herë kam humbur shpresën, shumë herë kam thënë, o sot, çfarë ke bërë? Pse nuk më ndihmon? Pantallonat e mia kanë të grisur këtu, për shkak që kam denjur në gjumë, duke lutur për ata. Në fakt është një punë e vështirë, por është një punë shumë e vlefshme. Është një gjë që ne të gjithë do të kalojmë, ku kemi lindur fëmijët, do kalojmë edhe adoleshencën bashkë me ata. Edhe ne nuk duam që ju të dijeni si dështim. Nuk duam që ju të humbasni shpresën. Vazhdo punën, sepse është një punë që Zoti të ka dhënë. Është një punë që do ketë fund. Ju që keni adoleshent, do të betojmë që do vinë një ditë, që do rriten, edhe aman do vinë e do thonë, sa të mirë që jeni. Nuk të besohet është për momentin, sepse kur të shikojnë tani, të shikojnë si ga ke ardhur ti, je ga e lashtë. Ja, por shiko, sot i ka gjërat që ti ke nevojë.
nuk ka përsosmëri, nuk ka asë një prindër të përsosur, nuk ka asë një fëmijë të përsosur, po bashkë do dalim. Kështu vazhdojmë në këtë seri, edhe lavdi Zotit jemi duke ndërtuar mbi ata që është thënë javët të kaluar. Nëse ishit këtu javën e kaluar për prindërimi i fëmijëve të vegjël, dëgjoj edhe një herë, shikoje në YouTube, ose nëse nuk ishit, shikoni në YouTube, të ICF Tirana, sepse ishte një mesazh shumë i vlefshëm edhe ne jemi duke ndërtuar mbi ato parime që kanë darë me ne. Edhe një gjë që dua të theksoj është skuadër martesore. Ata folën pak për skuadër martesore që duhet të jemi bashkë në këtë punë. Është kaq e rëndësishme edhe çdo gjë që ne ndajmë edhe do të themi disa herë sot, është shumë e rëndësishme që të jemi bashkë si mami dhe babi. Edhe në këtë kohë kur adoleshentët ndonjëherë nuk duan të bëjnë fare me ne ose duan të bëjnë që ne të jemi kundër njëri tjetrit, ata dinë si të manuvrojnë, por ne si skuadër do t'im poshtim ata. Ja. Ne do jemi bashkë. Edhe ti ke një Normale. rëndësi shumë e veçantë, apo jo? Jo, por nëse kemi hedhur, edhe është një punë që vazhdon, të hedhim themelin e dashurisë, edhe të jenë të themeluar në identitetin e tyre në Krishtin, atëherë gjithë puna shkon më lehtë. Edhe pse ka dallgë dhe vështirësitë, prap vazhdojmë të ndërtojmë mbi këtë themel që është Krishti vetë. Në fakt të jesh prindër për adoleshentët nuk është e keq. Në fakt shumë herë është gallat, sepse ata po bëjnë shumë gjëra edhe na bëjnë të gjalla, po jo. Ata na sfidojnë në shumë mënyra, sepse kanë një godësim pa parë. Se paktin adoleshentët tanë kanë qenë një godësim që unë thasha nga kanë ardhur ata. Në fakt ata na bëjnë të gjallë, edhe duhet të shikojmë ata si një, do shta nuk e shikojmë si një shok, sepse na duket si armik për momentin, por në qoftë se ti mund të mendosh që ky është një person që unë me vërtet dua të njoh. Të futesh kur mendon për një person që s'ke takuar përpara dhe ke dëshirë të njohësh. Çfarë do bësh? Do kalosh kohë, do jesh interesuar, do pyes pyetje, do jesh atje. Kjo është puna me adoleshentët. Ata kanë nevojë për ne edhe nuk është vonë. Edhe nëse i thua, por duhet të kishim bërë këtë, më përpara, s'ka problem. Vazhdo me hirin e Zotit, do dalim mirë, besoj. Edhe ne kemi provuar vetë. Por ne kemi vendosur të flasim me një pasazh në Bibël. Ka shumë vargje, ka shumë pasazhe, ka shumë teknike ose metodat. Nuk do të japim një seminar me shumë informacion, do të japim një ide, një pasazh, edhe do flasim për këto gjëra që të mund të kujtoni edhe të flisni bashk, të mendoni, edhe të lutuni edhe të zhvilloni diçka në të ardhmen. Kështu tek Psalmi 127 u përmend, mendoj edhe përpara, do lexojmë nga vargu 3 deri në vargun 5. Thot, ja, bit janë një trashëgimi që vjen nga Zoti. Fryti i barkut është një shpërblim. Sa mirë deri tani? Si shigjeta në duart e një trimi, kështu janë bitë e rinis. Lum ai njeri që ka kukurën e tij plot. A ke menduar për fëmijët e tu si një shigjet? Apo a ke menduar për veten si një shigjet? Sepse edhe ti je një fëmijë e dikut. Apo jo? Të gjithë jemi shigjeta. Edhe jemi krijuar me një qëllim, apo jo? Çfarë është qëllimi i shigjetës? Qëllimi është të ri atje të kokora? Të ketë grotësin? Të dihesh i sigurt? Jo, është krijuar për të fluturuar, apo jo? Për të arri shinjresht, unë nuk të them ato fjalë. Si quhet? Shinjestër të Po, godit diçka të tillë. Po. në mes. Të arri potencialin për çfarë është krijuar. Po. E vërtet. Kështu le të flasim sot për shigjetat. Edhe kemi 4 pika, 4 gjëra që duam të kujtoni në fund të predikimit. Gjëja e parë për shigjetat është që shigjetat duhet të formohen. Shigjetat duhet të formohen. Edhe nëse ti mund të marrësh këtë.
Një shigjet nuk fillon e mpret ose e drejt. Mund të jetë si shkopi këtu. Fillon diçka e shtrembur, jo e formuar, edhe fëmijët nuk janë të formuar. Ndoshta kur janë bebat, themi, sa të pafajshëm, sa të përsosur janë, shumë shpejt zbulon që janë dinak, janë gati për të krijuar shumë probleme për ne. Shigjetat duhet të formojmë, duhet të punojmë, ne si prindit kemi përgjegjësi për këtë. Fillon si të copdruri ashpër, por duhet të gdhendim me kujdes, edhe me dashuri, që të balansohet, edhe të drejtohet, edhe të bëhet një shigjet që do të fluturojë drejt edhe lartë. Po, edhe me që ndoshta ti mund të mbash këtë, heqim këtë se nuk e duam më. E baruam punën me këtë, po. Flasim për shigjetën. Po. Shumë mirë. Është për e drejtë, është të Kjo kërkon kohë, kërkon investim, kërkon përkushtim që të formojmë këtë shigjet, që të jetë e bukur. Çfarë kemi për të formuar në një fëmijë? Kemi karakterin, kjo është kryesore. Mund të mësojmë ata të binin, por nëse nuk kanë karakter, edhe kjo mund të jetë si boshti, karakteri drejt, që fluturon drejt. Por kemi edhe vlerat, duhet të investojmë edhe të mësojmë vlerat, si këto pende. Edhe besimi i tyre, mund të jetë si edhe Maja atje. Janë gjëra elementare që ne si prindrit duhet të formojmë tek fëmijët. Kështu mendoni për shigjetën kur mendoni për punën e prindërimit, sidomos me adoleshentët. Çfarë duhet të bëjnë? Ku duhet të jetë fokusi? Sepse është punë e komplikuar, por këto gjëra, karakteri, vlerat, besimi janë shumë të rëndësishme. Si mund të bëjmë këtë gjë? Patjetër është një punë dashurisë. Është një punë që kërkon disiplinë, që kërkon trajnim, edhe dashurinë. Këto gjëra ndihmojnë që të drejtohen nga një shkop të shtrembëruar në një shigjet që do të fluturojë drejt. Tani bota, miqësia, shoqëria jep presione të ndryshme që të shtrembërojë, por lajmi mirë është që ne si prindrit kemi më shumë ndikim në jetën e tyre. Që mos u dëshpëro. Vazhdo me punën që Zoti ka për ne. Ndoshta nuk të duket ashtu. Nuk të duket ashtu? Jo, ndoshta nuk të duket që ti ke influencë tek fëmijët e tu, sepse shoqëria mendoj që ka marrë fëmijët tanë. E vërtet, por kjo nuk do të thotë që dorëzohemi. Vazhdojmë me punën, edhe duam të lexojmë prap disa vargje që kemi dëgjuar më përpara, por ti shikojmë më afër. Ligji për të rirë, kapitulli 6, vargje 6 deri në 9. Dhe atje thotë, dhe këto fjalë që sot po të udhëroj, do të mbeten në zemrën tënde. Do t'u angulitesh bijve të tu, do të flasësh për to kur i ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtrat dhe kur qohesh. Do t'i lidhësh si një shenjë në dorë, do t'jenë si shiritat midis syve, dhe do t'i shkruash mbi pllakat e shtëpisë sate dhe mbi portat e tua. Ndoshta e ke lexuar disa herë, ndoshta e thon, por çfarë është kjo? Të predikosh ditën natë për adoleshentin tënë, derisa të koka bëhet çul? Ata e pëlqen predikimet tanë? Në fakt, unë mendoj që kjo flet për një stil jetese. Jo vetëm për fjalët, jo vetëm për predikimet tona, jo vetëm për ato mësimet që ne duam të japim fëmijët tanë, ose adoleshentet. Po më shumë është duke folur për ne duhet të jetojmë këto gjëra. Kur ecim, kur grihemi, kur rim, kjo është stil jetese. Është shumë e rëndësishme. Që ne të kemi një familje me Zotin në center, që ne dim që Zoti është guri i themelës tonë, që ai është ai që është duke na drejtuar, që ai është me neve çdo ditë të javës, jo vetëm të dielën kur shkojmë në kishë. Nëse ne duam të tregojmë fëmijët vlerat që kemi, nëse ne duam të bëjmë që ata të kenë një karakter të fortë, ne duam të japim modelin, apo jo?
është shumë kollaj të themi fjalët, por shumë e vështirë të jetojmë vlerat tonë. Kjo me sfidon, edhe me ka sfiduar gjithmonë. Duhet të gjejmë kohën e duhur. Edhe do shta kohë e duhur nuk është kohë e duhur për ty, por është kohë e duhur për ata. Për neve zakonisht kohë e duhur ka qenë kur unë isha gati për gjumë. Atëherë ata u hapin, atëherë ata kishin dëshirë të flasë me mua. Edhe unë vendosa që mirë, unë do jem atje, unë do jem presencë në jetën e tyre, unë dua të dëgjoj. Në qoftë se unë dua të tregoj atyre vlerën e përullësisë, e faljes, janë fjalë shumë të bukura, po janë fjalë edhe janë gjëra që janë shumë të vështira për të jetuar në jetën tonë. Kur ne kishim Natani qunin e madh, ai do njerë bëri gabime, nuk e di, do shta fëmijët tuaj s'kan bërë gabime, por Natani ishte prirur të bëjë shumë gabime në fakt, mos e tregoni ati, mos e postoni në Facebook apo gjë, por ai ishte mjeshtër për të bërë gabime. Edhe do njerë, kur ai kishte bërë, ose njerë, kur ai kishte bërë një gaf, sepse nuk ishte vetëm gabim, unë me do që ishte gaf, edhe unë isha shumë e mërsitur, edhe thosha, o Natani, a dalove ti? A mendove ti? Çfarë do mendon të tjerët për neve? Pse na turpirove? Edhe Natani i mençur si është, na thoshte, o mami, çfarë është më e rëndësishme? Çfarë mendon të tjerët për ju? Apo unë me gabimet e mia? Edhe në fakt, kjo ishte mirë për mua të dëgjoj. Sepse kur ne jemi duke prinderuar, kur ne jemi duke bërë punën si prinder, mos e bëjmë për shkak që ne duam të dukemi mirë në sytet e tjerëve. Jo, ne e bëjmë për shkak që ne duam që fëmijët tanë të jenë shëndosh të mirë, të kenë një karakter të fortë, edhe të dinë që janë të dashur në sytë tanë, edhe kur bëjnë gabime. Sepse ata do bëjnë gabime, ashtu si ne kemi bërë gabime, apo jo? E vërtet, edhe puna e prindërimit është një bashkëpunim. Jo vetëm midis mamit dhe babit, por edhe me adolescentin. Ju, se ICF është bushur me të rinjt. A keni ju pjesë në këtë punë, prindërimi, dhe përgjigje patjetër është po. Bëje punën e prindërve sa më të lehtë. Dëgjon ata. Të lutem, po. Ata duan më të mirën për ty. Edhe nuk është vetëm ideja e Nedit, mendimi i Nedit që ka qenë edhe është prind vetë, por është plani i Perëndis. Është një nga udhërimet në fakt, një nga 10 udhërimet, është udhërimi 5. Edhe atje thot tek Eksodi 20:12 thot do të nderosh atin dhe nënën tënde me qëllim që ditët e tua të jenë të gjata mbi tokën. Është një udhërim me një premtim. Ne jemi thirrur të nderojmë prindërit, të bëjmë punën e tyre sa më të lehtë. Por me një premtim nga Zoti që do të jetojnë gjatë. A do të jetosh gjatë? Kush? A do të jetë shumë mirë. Atëherë nderoni prindërit. A do të kesh një jetë gjatë? Ji mirënjohës, dëgjoj ata, ji hapur për input nga ata. Edhe mund të thuash, por kur nuk e meritojnë respektin tim, kur nuk e meritojnë, çfarë do të bëj? Prap, Zoti thotë ndero ata. Është vullneti i tij për ty. Edhe është e mundur. Kështu fali ata, bekoj ata, lutu për ata, respekto ata, ndaj ungjilli me ata, ndaj Krishti me ata. Trego me jetën tënde që ti me të vërtet je biri Perëndis, edhe do të jesh edhe biri tyre ose vajza tyre që nderon. Është një punë e vështirë, por shumë e rëndësishme. Kështu bëj punën e tyre sa më të lehtë. Kjo është një predikim të vogël për të rinjt, por do të vazhdojmë te pika 2. Shigjetat duhet të formohen, por edhe shigjetat të formohen edhe të drejtohen gjithashtu. Një shigjet që nuk ka qëllim, nuk do të arrijë potencialin e saj, nuk ka qëllim nëse nuk është drejtuar në vendin e duhur.
edhe në këtë imazheri, ne si prindërit jemi harkën. Duhet jemi të bashkuar, duhet jemi të koordinuar, edhe të drejtojmë fëmijët në drejtimin e duhur. Kjo është një punë shumë e rëndësishme edhe shumë e bukur. Kështu, prindit jemi harka. Nëse unë po shkoj në këtë drejtim, ju lidhen në atë, ku do shkoj shigjeta? Nëse ne jemi të thyer, çfarë fuqi do të kemi të dërgojmë shigjetën në botë? Ne duhet të ndihmojmë ata. Duhet të ndihmojmë ata të zbulojnë identitetin e tyre, qëllimin e tyre në këtë jetë, thirrjen e jetës. Pa vizion të qartë edhe një bazë shpirtëror, fëmijët mund të ngelen në vend, mund të mos të fluturojnë fare, ose mund të fluturojnë në drejtimin e gabuar. Por kjo është puna jonë, të flasim bashkë, të koordinohemi, të kemi disa vendime, disa vlera, disa qëllime të përbashkët, që të mund të themi, ky është drejtimi, ky është qëllimi. Edhe ne jemi duke përgatitur ty që të shkosh sa më lartë edhe sa më gjatë me Zotin. Po, në fakt ne jemi duke thënë që fëmijët janë një bekim, apo jo, janë një bekim nga Perëndia. Edhe ne duhet të ndihmojmë ata duke arritur potencialin e tyre, potencialin që sot i ka për ata. Do shta vetëm do një herë, ne si prindër kemi ëndrat tona për ata, po jo. Unë dua që vajza ime të bëhet doktoresh, apo jo. Por do shta sot i kishte një ide tjetër për gocën time. Avokat? Nuk e di, le të bëhet. Jo. Në fakt, ne duhet të lëshojmë fëmijët në duart e Perëndis, duhet të ndihmoj ata për të gjetur vullnetin e Perëndis për ata në jetën e tyre. Të punojmë bashkë, edhe të gjojmë edhe nga fëmijët, ose nga adoleshentë, çfarë ata duan, çfarë ëndrat kanë ata. Duhet të jemi atje, duhet të jemi prezencë në jetën e tyre. Ashtu si ata thanë, mendoj që ata e thanë edhe javën e kaluar, që dashuria shkruhet kohë, edhe për një adoleshent. Do shta nuk të duket ashtu, sepse ata s'duan të rinë fare me ty. Me njerë që hynë në shtëpi, shkojnë direkt në domë. Si duan të kalojnë kohë me mua? Jo, në fakt ata duan të kalojnë kohë me ty, por në mënyrën e tyre, kër ata duan, jo kër ti do. Edhe kër ata të vinë, mos ri atje si me intervistën tënde. Ku ke qenë, çfarë ke bërë? Vajte, ata nuk duan këto gjë, apo jo. Tamam ashtu si edhe soti, a bën sotin ashtu me neve? Jo, ai nuk e bën. Ai na do edhe na ka dhënë liri. Ne duhet të tregojmë ata falje. Ne duhet të tregojmë ata si duket jeta me Perëndin. Tani ku janë adoleshent, nuk mund të prinderojmë ata si kur ishin 2 vjeçar, edhe në qoftë ata duken si janë 2 vjeçar, sepse ashtu duken ndonjëherë, apo jo? Shpresoj që mos na dëgjojnë tani. Po shiko, diktatura ka baruar. Koha e diktaturës është bërë. Nuk mund të vazhdojmë me diktaturën në shtëpi. Ne duhet të japim liri. Ne duhet të besojmë, ne duhet të ndërtojmë besim tek ata, edhe të japin atyre liri për të bërë gjërat e tyre. Po. Amen. Thonë gjithë të rinjtë. Jo, për është e rëndësishme të shikojmë ata jo si fëmijë të mëdha, por si të rritur që janë duke u rritur. Thuaj edhe një herë? Si mund të edhe? Po. Jo si fëmijë me trup madh, por si të rritur që janë duke u rritur. Edhe mendoj tek një pjetri, është një pasazh shumë e bukur. Ndoshta nuk është shkruar fiks për prindërit, por mund të aplikojmë në këtë situatë gjithashtu. Pjetri shkruan tek kapitulli 5, vargjet 2 deri në 4, ai thotë: ruani tufën e Perëndis që është midis jush, tufën e familjes, se jemi si një kishë të vogël, pak a shumë. Ruani tufën e Perëndis që është midis jush, duke e mbikëqyrur jo me detyrim, por me dëshirë. Jo për përfitim të pandershëm, por me vullnet të mirë. Dhe jo si zotërues mbi ata që ju janë besuar, por
duke u bërë shembull për tufen. Dhe kur të shfaqet kryebariu, do të merrni kurorën e lavdis që nuk fishket. A nuk është lajm i mirë për prindit? Do të ketë një çmim në fund, kurorën e lavdis nga kryebariu, nëse bëjmë këtë punë si barind për tufën tonë, për familjen tonë. Kishe gjë? Po, në fakt mua me pëlqen shumë, sepse me duket shumë praktike. Kjo është Bibla. Edhe Bibla thot, si duhet e merremi me adoleshentët. Do të ishte mirë që ata, ose nuk e di, ata mund të mësojnë këto vargjet përmendesh, do të përdorin kundra nesh. Por, mendoj që është një mesazh shumë e bukur. Bibla çan kokën për neve si prindër. Edhe kur ne jemi duke kaluar këto fazë e vështirë në jetën tona, sot i prap ka ide për neve, dhe ai do që ne të kemi sukses në këto fushë. Kështu një nga mënyra më të fuqishme që mund të drejtojmë shigjetan është të japim shembullin e mirë. Edhe të jemi të bashkuar në këtë gjë. Jo me forcë, jo me detyrim, jo si zotërues mbi ata, por si miq me ata që duam më të mirën, edhe duam të tregojmë rrugën duke dhënë shembull. Kështu është prindërimi në praktik, shumë praktik, me një çmim nga Zoti në fund. Atëherë, pika 3, për shigjetat. Shigjetat duhen lëshuar. Shigjetat duhen lëshuar. Ja, lëshoje. Ja. Të lëshoj unë? Jo, për të tregoj. Kujdes. Jo, mos e he. Por do të vijë atë ditë që fëmijët tanë duhet të fluturojnë. A do të jenë gati, është pyetja? A do të jenë gati kur të vijë dita që të fluturojnë drejt, lart dhe larg? Kjo është puna e prindërimit. Të jenë gati atë ditë, edhe ne të jemi gati të lëshojmë ata, të mos t'i mbajmë, jo, prit, edhe pak, edhe një vit, edhe jo. Mendoj që jetë çmendur. Unë nuk mendoj që fëmijët kur bëhen gati. Ata duhet të rinë me mamin, sepse kanë nevojë për mamin. Apo jo? Ata nuk jeton dot jetën pa mua. Unë e Linda, unë e Rita, unë e shplava, unë e lava, unë e usheja, unë e bëra të gjithë gjërat. Ata nuk janë gati, kur nuk të bëhen gati. Por në fakt, kjo është puna jonë. Kjo është detyra që Zoti na ka dhënë, që të bëjmë gati fëmijët tanë. Është gabim në qoftë se ne nuk e lëshojmë ata. Sepse si zogu është lindur për të fluturuar. Edhe shigjeta është bërë për të fluturuar. Është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë, do shta edhe me shumë për neve mamat, sepse ne mendojmë që ne jemi shumë të mira, apo jo? Po, pa tjetër. Por, Gjan. Por në fakt, lëshimi është pjesë e dashurisë. Është një shenjë e dashurisë kur ne lëshojmë fëmijët tanë, kur ne japim atyre çik më shumë liri, kur ne e dorësojmë ata në duart e Perëndis, kur ne nuk bëhemi perëndi për ata, sepse do shta kjo ndonjëherë mund të jetë sfida jonë. Ne duam që fëmijët të shkojnë tek Perëndia, të kërkojnë Perëndin, të jenë të varur nga Perëndia, jo nga mamin edhe nga babit. A ke pregatitur fëmijët të tu? Unë nuk ju shikoj sepse është errësirë atje, por nuk e di. Pyetja ime është, a ke mësuar ti fëmijët të pastrojnë nenet, të lanë rrobat, të shkuqin një vesë, të pastrojnë domen, të bëjnë ato gjërat që do të duhen në jetë. Po ka një hotel me 5 yje, janë shumë të rahatshme, s'ka nevojë. Po, ka room service. Apo jo? Ka room service edhe ka ato shërbatorin private atje. Ka dhe alarm në mëngjes. Po, në fakt ne duhet të lëshojmë fëmijët. Ne duam të ndihmojmë ata të bëhen të pavarur, edhe nëse na duket e pamundur. Edhe çunat kanë mundësi të mësojnë këto gjë. Ne kemi detyruar fëmijët tanë të marrin pjesë. Unë kam thënë gjithkohës që me vjen keq, por shtëpia jo nuk është hotel. Nëse do gjë, shkoj gjeje vetë. Është e mundur, ne duhet të ndihmojmë fëmijët tanë
të gjejnë edhe të përfitojnë pavarësinë nga neve. Do shta tani unë flasi norvegjese, sepse ashtu jam. Por dua të ju inkurajoj që një pjesë e dashurisë që ju më të tregoni fëmijët është që avash të lëshoni fëmijët, të jepni ata pak a pak liri. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Edhe ka një pyetje brenda çdo adoleshent, brenda zemrës, brenda mendjes së tyre, dhe pyetja është ky. Është kjo. Kur do të thuash që jam vërtet i rritur? O ma, kur do të thuash që ky është i rritur tani? Ky është një burr i vërtet. Kjo është pyetje ata kanë. Kur do të jemi i rritur? Unë nuk jam më fëmijë, por mami dhe babi nuk më shohin si i rritur. Shpesh herë ata mendojnë për veten si një territori pushtuar. Kemi një grafik këtu. Edhe janë zona të ndryshme në territor. Janë miq, është shkolla, orari i ditës, i javës, veshja ime, paratë mi. Edhe duket sikur nuk janë të mijat, ka një forcë të jashtme që ka pushtuar edhe kontrollon, edhe nuk jam një vend i çliruar. Por puna e prindërimit në këtë fazë është avash në mënyrë graduale, sistematike, në mënyrë të kontrolluar dhe të rregullt, të japim liri edhe përgjegjësi gjithmonë më shumë në shumë më të madh, në masë më të madh. Mund të jetë e frikshme, mund të jetë e vështirë, mund të bëjmë gabime. Jo. Fëmijët tanë s'kanë bërë gabime. Por edhe ne? Jo, edhe ne mund të bëjmë gabime. Po, në fakt. Por ata kanë nevojë, në fakt, të mos kenë nevojë gjithmonë për ne. Edhe të hartë të ndryshojë, edhe pak nga pak ne tërheqim forcat tona, sepse tundimi është të ndihmojmë ata sa më shumë, që të mos lejojmë ata të rrezikojnë, të bëjnë gabime, të dështojnë, edhe thonë, jo, e bëj unë. Jo, mos bëj ashtu. Gjithmonë me këshilla, gjithmonë ndihmë, edhe nuk e lejojmë ata të provojnë vetë. Duhet të japim liri, por edhe të qëndrojmë pranë tyre në këtë kohë. Është shumë e rëndësishme. Shigjetat janë krijuar për të fluturuar, duhet t'i lëshojmë. Po, në fakt, nëse ti, nuk e di, nëse keni qenë në plazh, edhe keni fluturuar me një balon. Baloni nuk fluturon nëse ri këtu, apo jo? Pse? Sepse ajri nuk e merr, apo jo? Ne duhet të lëshojmë, duhet të hedhim lart. Ashtu është edhe me fëmijët, ndoshta nuk e hedhim fëmijët lart, por duhet të lëshojmë ata avash. Duhet të lëshojmë ato filin, që të shkojnë çik më lart, patjetër të bëjnë gabime. Por le të mësojmë së bashku nga gabimet. Mos shpëtojmë ata gjithmonë nga pasojat e gabimet e tyre, sepse si do të mësojnë? Nëse ne gjithmonë rregullojmë gjërat. Jo, ne duhet të lejojmë ata që edhe të ketë timbje, të kuptojnë që, e bëra këto gabim, herën tjetër do shta do bëj çik ndryshe. Por nëse mami e rregulloi çdo gjë, s'kam nevojë të mësoj, apo jo? Sepse mami është shoqja ime me ngushtë, shumë e mirë, ajo. Me ndihmon gjithmonë. Jo, duhet të mësojmë, duhet të ecim së bashku. Duhet të lejmë balonin të fluturojë me vërtet, por ndoshta nuk është koha akoma për të lëshoj fare. Jo, gjithmonë kemi pak influencë, por era edhe fryn. Por ne do të japim edhe këshilla, do të inkurajojmë ata, do të ngushëllojmë ata, patjetër. Një varg tjetër që kemi dëgjuar më përpara, por mendoj që edhe është mirë të përsërisim këtu tani. Është nga Fjalët e Urta 22:6, edhe është prap një premtim nga Perëndia që na ngushëllon, që na inkurajon, thotë, mësoj fëmijës ose trajnoj fëmijët rrugën që duhet të ndjek, dhe ai nuk do të largohet prej saj edhe kur të plaket. Ne jemi duke hedhur një themel, ne jemi duke bërë një trajnim, ne jemi duke përgatitur ata, duke formuar, duke drejtuar, duke lëshuar këtë shigjet me besim
që Zoti i Madh, Perëndia ynë, Ati qiellor, është gjithmonë i mirë, është gjithmonë besnik. Ai mban ata në duart e tij. Ai do ata më shumë se ne i duam ata. Edhe ai do të kujdesë për ata. Është shumë e rëndësishme. Perëndia është besnik. Edhe një gjë tjetër në lidhje me lëshimin. Fëmijët tanë çojnë trashëgimin, ata çojnë vlerat tona, çojnë besimin ton më larg se ne mund të shkojmë. Unë kam ditëlindje sot, kjo më kujton që jam më afër vdekjes se sa isha para një viti. Nuk dua të flas shumë për këtë, por e vërteta është që ne të gjithë dëshirojmë që fëmijët të jetojnë gjatë edhe të arrijnë gjëra që ne kur nuk mund të imagjinojmë edhe kur nuk mund të bëjmë vetë. Fëmijët kanë një destinacion fantastike, edhe ne duam që ata të arrijnë potencialin e tyre. Prindërimi është projektuar të jetë një punë frymëror që ka ndikim brez pas brezit. Jo vetëm gjatë jetës tonë, por në shumë brezat pas nesh. Edhe në fakt është sfidë për ne të gjithë. Sfida është që unë nuk mund të jap ato që nuk kam, apo jo? Në qoftë se unë nuk jam duke kërkuar Perëndin, nuk mund të them që ty të lexosh Biblën ti. Në qoftë se unë nuk jam duke kërkuar Zotin me gjithë zemrën time, me gjithë qenien time, si do të dikoj unë në jetët atyre? Unë dua që brezat në vijim do të jenë të bekuar për shkak që ne kemi investuar tek fëmijët tanë. 1 brez, 2 brez, 3 brezat, ato shtërnipja që nuk do takojmë. Unë dua që ata të jenë të bekuar për shkak që unë kam investuar tek fëmijët e mi. Por si duket besimi jot? Do shta sot ti je në kishë dhe thot, duket sepse po shkoj në kishë. Po të hënën, po të martën, të njëjtën, si duket besimi jot? Atëherë fëmijët na shikojnë edhe na gjykojnë. Edhe na tregojnë, apo jo, sepse janë shumë gati për të na treguar, kur nuk jemi duke jetuar ato gjë që kemi thënë. Ne kemi të gjuar shumë herë që jemi hipokrit. Po, mami, ti je hipokrite. Po, edhe është shumë e vërtet. Mami shumë herë thot gjëra, edhe do shta nuk e jeton ato gjërat. Kam patur shumë mundësi për të them me vjen shumë keq, që unë e thosha këto gjë edhe nuk e bëra. Duhet të perulemi, duhet të tregojmë fëmijët tanë që edhe neve bëjmë gabime, por edhe jemi gati të kërkojmë falje për gabimet që kemi bërë. Pika fundit. Tani po afrojmë fundit e mësimit sot, por shigjetat kërkojnë aftësi dhe durim. Në këtë punë, prindërimi, ne gjithmonë mund të mësojmë gjëra të reja, mund të mësojmë gjëra të jemi prindërit të efektshme, por edhe duhet të vazhdojmë të bëjmë ato gjërat sipas Biblës me besim që do të kenë efekt. Prindërimi është një punë e zemrës tonë, është një punë që ne bëjmë bashkë edhe kërkon durim, kërkon shumë lutje, si që kemi thënë, kërkon edhe mençuri. Kjo punë më ka vendosur në gjunjët të mia më shumë se ndonjë punë tjetër. Edhe duhet të punojmë me urtësinë e Perëndis, edhe me ndimin e tij, jo thjesht me impulset që kemi në momentin, me emocionet që kemi në moment. Është një zanat, me të vërtet një zanat që varet edhe kërkon ndihmë hyjnore, ndihmë nga fryma vetë e Perëndis. Edhe ne shpeshherë themi faleminderit Zot që ti je kaq i hirshëm me ne, kaq i hirshëm që na ke dhënë fëmijë të mrekullueshme, edhe gjithë gabimet që kemi bërë, ti hiri yt mjafton. Po. Kështu. Do shta ti si unë, ke thënë, unë dua të rrisë fëmijët të mi ndryshe nga mënyra si isha rritur vetë. Sepse mendoj që shumica nga neve kemi parë prindrit tanë që kanë bërë gabime, ose nuk kanë plotësuar ato gjëra që ne dua, që kishim nevojë. Edhe kjo është një punë kolosale, nëse ne duam të bëjmë gjëra ndryshe, atëherë duhet të merremi me gjërat seriozisht, apo jo? Sepse nuk vjen falas.
Unë nuk u rita në një familje kur fjalë të bukura ishin e përditshme. Nuk morëm shumë inkurajime, sepse norvegjesët mendojnë që mos inkurajojmë, sepse do bëhet koka shumë e madhe, krenaria do rritet, edhe krenaria është shumë keq. Prandaj, me mirë mos themi fjalë të mira. Kurse unë e thosha, unë dua që të rritë fëmijët e mi me inkurajime. Unë dua që inkurajime të jetë një sakon në shtëpinë tonë. Po kjo ka qenë punë, sepse nuk me ka ardhur e natyrshme. Edhe çdo gjë që ti do të bësh ndryshe, ty të investosh, ty të vendosësh, ke nevojë për mbështetjen e burrit apo gruan për të ndryshuar mënyrën. Që unë dua të ju inkurajoj, nëse ti do të bësh një gjë ndryshe, atëherë futu në punë. Vendos. Thuaj edhe tjetrin, thuaj edhe fëmijët, sepse ata do të bajnë në linja, apo jo? Ata do të kërkojnë për inkurajime. E kemi shumë të lehtë për të kritikuar fëmijët. E kemi shumë të lehtë për të shikojmë gjërat negative, por le të shikojmë për gjërat e mira që Zoti ka vendosur brenda tyre. Lexo Biblën, lexo libra për pritimi, përgatitu, se nuk është diçka pasive, është diçka me një përgjegjësi të lartë, por edhe me një shpërblim shumë të madh nga Zoti, por do punë. Kështu mos u dorëzo. Një këshillë e fundit nga Nedi, nga babi Nedi. Jo, nga gabimet që kam bërë në fakt, diçka që kam shumë keqardhje kur mendoj për gabimet e mia me fëmijët e mi. Edhe një gjë në veçantë, edhe pse të rinë mund të na çmendin, mund të kemi shumë probleme, mund të themi si është e mundur që Zoti na ka dhënë të fëmijë. Ka ardhur ky fëmijë? Patjetër nga ana e burrit, po? Një gjë që kam mësuar është zemërimi nuk i motivon adoleshentët. Zemërimi im nuk i motivon adoleshentët. Nuk thonë, okay, babi është zemëruar, unë do të bëm djalin mirë, edhe do të formoj karakterin tim, edhe do të lexoj Biblën më shumë, edhe do të dua Zotin me gjithë zemrën time, edhe të dua të afërmin tim me gjithë zemrën time, sepse babi u mërzit, babi është i zemëruar. Nuk ndodh ashtu. Ata kanë nevojë për shumë respekt, për shumë mirë kuptim, për komunikim të butë. Ata kanë nevojë për mbështetjen time, për dashurinë time. Zemërim është një reagim i natyrshëm, është një emocion që vjen. Por nuk, nëse unë vendos që unë do të përdor zemërimin tim për të kontrolluar, për të manipuluar, për të friksuar fëmijët e mi, që të jenë të bindur dhe të bëjnë atë që dua unë, kam bërë një gabim. Kështu, kjo është një këshill falas nga Nedi në fund, edhe një varg në lidhje me këtë, se nuk është thjesht ideja e Nedit, por është një parim në Bibël. Thot, tek fjalët e urta 29:11 thot, i mari e shfryn gjithmonë zemërimin e tij, por i urti e frenon dhe e ul. Kështu jini të urtë. Në martesë me njëri tjetrin, në marrëdhëniet e tjera, por sidomos me fëmijët. Të mos të themi jemi në një pozicion që Zoti thotë, ja, i mari atje, që nuk e frenon zemërimi. Kështu, kjo është një gjë në fund. Kështu, shkurt për të përsëritur, ne kemi këtë imazh nga Psalmi 127. Fëmijët janë si shigjeta, edhe ne si prindrit, duhet t'i formojmë ata, duhet t'i drejtojmë ata, edhe të lëshojmë ata. Me ndihmën e Zotit, edhe me bashkëpunim me njëri tjetrin. Jo thjesht të kemi qëndrimin që shumë njerëz këtu në Shqipëri dhe dëgjojmë shpesh, ata thonë, të jenë mirë, kaq është, aq është e rëndësishme, të jenë mirë. Aq? Takoj njerëzit si janë fëmijët, janë këtu të jenë mirë, kjo është më e rëndësishme. Por çfarë do të thotë të jenë mirë? Të jenë mirë për mua është të përmbushin vullnetin e Perëndis, të arrijnë gjëra të makniqme për Zotin, të fluturojnë lart edhe të bëjnë
një impakt në këtë botë, sepse Zoti I ka krijuar ata, Zoti ka vendosur një thesar në ata. Jo thjesht të themi, të shpëtohemi nga kjo fazë të jenë mirë, me një punë të mirë, me një shkollë të mirë dhe me një shtëpi të mirë e një nuse të mirë. Kaq. Prindërimi është shumë edhe duhet të kemi synime shumë të larta. Kështu Zoti bekoft në këtë. Ne mund të lutemi për ju, nëse doni të luteni me ne edhe pas predikimit, pas festimit, do të jemi këtu. Por ne duam të formojmë, të drejtojmë edhe të lëshojmë fëmijët në mënyrë të mirë që qëllimet e Zotit, edhe ndoshta thot këtu, po, prindërit I formojnë, drejtojnë dhe I lëshojnë fëmijët e tyre të përmbushin qëllimet e Zotit në botë. Qëllimet e Zotit janë shumë më të larta se mund të imagjinosh. Kështu mos shiko poshtë, mos mendo për gjëra të thjeshta, mendo lart me Zotin. Shumë mirë, edhe në fakt, trashëgimia jonë nuk është lekët që do lejmë pas, nuk është shtëpia apo një tokë, por trashëgimia që ne duam të lejmë janë fëmijë të perëndishme, që ta mamë ashtu si Nedi thoshte, që ta arrin ato gjërat që Zoti ka për atyre. Jo vetëm ëndrat tonë, por të përbushin potencialin që Zoti ka vendosur brenda atyre. Kjo është trashëgimia më e bukur që ne mund të lejmë. Po. Amen. Le të lutemi bashkë. Atë Perëndi, faleminderit që ti ke krijuar familjen. Ti vetë je ati, biri, frymëshinj. Ti je një familje, ti ekziston në marrëdhënie, ti na ke krijuar për marrëdhënie. Edhe në këtë fazë kur kemi fëmijë adoleshentë, ndonjëherë duket shumë sfiduese, ndonjëherë komunikimi është shumë I vështirë, por na jep neve hir, na jep neve dashuri, na jep neve qelsat që të arrim zemrat e fëmijëve, të bashkëpunojmë me ta në këtë proces formimi, drejtimi dhe lëshimi, Zot. Faleminderit që ti je me ne në këtë punë. Faleminderit që ti je me gjithë I cëfistët, në çfarë do lloj fazë që je. Zoti është me ty, Zot. Faleminderit Jezus për premtimet e tua. Edhe kur ne bëjmë këtë punë, punën e bariut, duke mbikëqyrë tufën, na pret një kuror lavdie në fund. Kjo na jep neve shpresë, edhe gëzim që puna që ne po bëjmë nuk është kot, por do të ketë një ndikim në shumë brezat. Kështu na jep neve hir, forcë, dashuri, durim, çdo gjë që na duhet për këtë punë fisnike. Edhe beko këtë kish, beko këtë familje, që të jetë një bekim për shumë të tjerë. Faleminderit që jemi bashkë si familje dhe mund të mbështesim njëri tjetrin gjithashtu. Faleminderit Jezus që ti na bashkon në emrin tënd dhe ne lutemi në emrin tënd. Amen.